Banorët e njësisë administrative të Fierzës në Bashkinë e Fusharzit kanë kundërshtuar bashkimin me Pukën sipas draftit të reformës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste. Kryepleqtë e 9 fshatrave shkuan tek vendi ku vendeve të tyre pranë kishës së Fierzës, ku i bën apel qeverisë për të rishikuar vendimin e bashkimit të Fusharzit në Pukën. Kjo gjë sipas tyre do t'i largonte banorëve shërbimet edhe më shumë. Ata kanë vënë theksin se vendi është lënë në aresë dhe sistemi arsimor është shkatruar. Jam kundra, sikur një ju, shkrijes bashkisë Fusharzit, se ka një territor shumë të hapur, si njerëzit luftojnë me mundë me djerës me shku deri në Fusharz, pa le ma të shkojnë në Pukë. Sa vjen burri huaj, prej aprivë zgurit, e deri në Fierzë, një di si është një gumbor, është lodhë me pushuan Fierzë, neset me shkuan Fusharz, mas neset me shkuan Pukë. Le ma largë qoftë me patros të maku, me koni smuar, me pas me nëzirë një letër, se a i burin Pukë atje nuk e ka në mension shkolla prej apripe, ose është noja prej Fierzë. Duhet me shqo të popli, jo me shqo shërbimin kudo e dirama, as kudo në të tjerë. Kërkur, në shërbimi duhet me shko të popli, të njësia, të fshati, e të tjera. Nuk merret i vendim kaq radikal. Po, pa ditë. Politika, si drejta këtë vend, po kanë edhe ata njerëz më kanë familja, kanë gjak, kanë ndojnë gishtin kres pak. Nuk kena na molon mazdyre. Ndërkohë, këtë të premte, në orën 17:00 është thirrur një protestë nga Bashkia e Fusharzit për të kundërshtuar bashkimin me Bashkinë e Pukës.